Veriu i Kosovës, një nga rajonet më të ndjeshme politikisht dhe etnikisht, ka qenë kohëve të fundit në fokus të shtuar të qeverisë së Kosovës. 3 ministrat e kabinetit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, Xhelal Zveçla, Faton Peci dhe Elbert Krasniqi kanë zhvilluar vizita të rregullta në këtë pjesë të vendit duke demonstruar përkushtimin institucional për sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe integrimin e komuniteteve. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla ka qenë figura kyçe në menaxhimin e sigurisë në veri, veçanërisht gjatë krizave të shkaktuara nga strukturat ilegale serbe. Ai ka theksuar se çdo qytetar i Kosovës duhet të ndjejë prezencën e shtetit dhe se policia do të garantojë rem dhe siguri për të gjithë. Ndërkohë, ministri i Bujqësisë Faton Peci ka ndërmarrë hapa konkret për përkrajen e fermerëve lokal në komunat veriore, duke promovuar subvencione dhe projekte zhvillimore që synojnë të rrisin vetëqëndrueshmërinë ekonomike. Sa kaq Elbert Krasniqi, i cili ka qenë ministër për komunitete dhe kthim, ka punuar për kthimin e të zhvendosurve dhe për integrimin e komuniteteve jo shumicë. Ai ka vizituar familje të kthyera dhe ka premtuar mbështetje për banim të qëndrueshëm dhe zhvillim të infrastrukturës. Prania e shtuar e këtyre ministrave në veri të Kosovës vlerësohet si një përpjekje serioze për integrimin e plotë të kësaj pjese të vendit në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës.